A e dini historinë e Golf 4-shit? Makina që su lodh kur. Golf 4-shi doli në vitin 1997 dhe ishte një hap i madh për Volkswagen, me ndërtim më të fortë, më shumë siguri dhe për herë të parë me ABS dhe airbag. Me motor që nuk lodhen, sidomos 1.9 TDI. Kjo makinë ka bo qindra mira kilometra pa u anku kurrë. Shumë persona e kanë ende sot si makinë të përditshme. E krejt në fund erdhi edhe Golf 4-shi shumë i famshëm, sidomos në Kosovë, versioni Pacific. Versioni i fundit para Golf 5-shit me më shumë opsione, interier pak më modern edhe detajet që e ndon nga modelet e zakonshme. Golf 4-shi është simbol i qëndrueshmërisë. Mund të mos jetë më e reja, por është ende mbreti rrugës për shumë njerëz. E ti, a e ke pas paktën një herë një Golf 4?